Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, tensioni po arrinte kulmin mes Albanës dhe Klodit. Alba nuk e mbante dot shqetësimin e saj dhe vendosi të shprehte hapur atë që kishte vënë re gjatë ditëve, mënyrën se si disa banorë lëviznin dhe si interaktonin me njëri tjetrin. Unë nuk fërkohem me askën dhe nuk hyj në shtrat me askën. Po ju shihni si fërkoni njëri me tjetrin, fsheheni nëpër cepa dhe futni duart njëri tjetrit poshtë, thoshte ajo me një ton të ashpër, duke bërë të qartë se nuk e pranonte këtë lloj sjelljeje dhe ndiheje shqetësuar nga ajo që po ndodhte. Fjalët e Albanës nuk ishin thjesht kritika, ato ishin një reflektim i perceptimit të saj mbi respektin dhe kufijt personal. Ajo ndiheje shqetësuar jo vetëm për atë që po ndodhte, por edhe për mënyrën se si disa banorë dukeshin kur reagonin ose kur vepronin fshehurazi. Shiheni kur flisni si pederast, tha ajo, duke përdorur një term provokues për të nxjerrë në pah atë që ajo e konsideronte sjellje jo të pranueshme dhe të dyshim. Klod, në anën tjetër, ndihej i rrethuar dhe i tensionuar. Nuk ishte thjesht një koment mbi sjelljen e tij, ishte një sfidë që prekte reputacionin e tij dhe mënyrën se si të tjerët e perceptonin. Ai përpiqej të qetësohej, por presioni i Albanës dhe vëmendja e banorëve të tjerë e bënin çdo moment të ndërlikuar. Çdo shikim, çdo lëvizje dhe çdo heshtje merrte një kuptim të dyfishtë. Dhe kjo krijonte një atmosferë të ngarkuar dhe të tensionuar. Të tjerët në shtëpi ndjenin peshën e situatës. Disa përpiqeshin të ruanin neutralitetin, disa ndiheshin të irrituar nga mënyra se si tensioni po rritej, ndërsa të tjerë ishin kurioz dhe e ndiqnin çdo detaj me vëmendje, duke u përpjekur të interpretonin motivet dhe qëllimet e Albanës dhe të Klodit. Atmosfera ishte si një litar i tendosur. Çdo lëvizje e vogël mund të shkaktonte një shpërthim të ri të emocioneve. Ky konflikt tregoi diçka të rëndësishme për lojën brenda Big Brother Kosova. Marrëdhëniet dhe komunikimi nuk janë thjesht lojëstra.